Një tjetër lidhje të drejt për drejt, këtë herë do të shkojmë në live me kolegun ton Mahir Jangulli. Është hapur zyrtarisht edhe tuneli i Murrizit në rrugën e Arbrit. I pranishëm ka qenë edhe kryeministri i vendit Edi Rama. Përshëndetje Mahir, shoh në pamje shumë banor të zonës, ndërkohë që tashmë zyrtarisht është hapur tuneli i Murrizit. Po, Nërtil, përshëndetje, faleminderit. Po, sot është hapur tuneli Murrizit. Tuneli Murrizit është 3.7 km gjatësia e këtij tuneli, shkurton distancën e rrugës Tiranë-Dibër me rreth 1 orë 20 minuta. Pra, këtë hapjen e tunelit e kanë prit gjithë dibranet për shkak se gjatë kohës dimrit gjithmonë ka patur problematika pjesë e bypassit rrugës. Sot ishin mbledh shumë banor nga Dibra, Mati, Bulqiza, Klosi, pra duke festuar për hapjen e këtij tuneli, sepse i shërben të gjitha këto zona. Tuneli është një zhvillim për zonën, pra shkurton distancën e rrugës mes Dibrës dhe Tiranës me 1 orë 20 minuta. Okej, ndjekim dhe një pronësim që ju keni marrë dhe rikthehemi sërish Mahir edhe me këto pamje, po edhe me të tjera pyetje. Ky aksi i sotshëm i përfunduar, që se rruga Arbrit realisht te kura e Serenecit kthen në të djathtë, shkon në Gjorisë tepër, nga Gjorica e Ebërt shkon në bregun e liçenit të Dibrës së Madhe dhe vazhdon më tej në Mala Reka apo në Rekën e vogël drejt Gajës dhe shkon në Kërshov. Do thotë sot ne konsiderojmë të përfunduar rrugën e Arbrit vetëm nga Tirana deri në urën e Serenecit. Ndërsa pjesa segmenti nga ura e Serenecit deri në Peshkopi është aks tjetër dhe është pjesë e një projekti tjetër infrastrukturor. Kur ka filluar punimet ndërtimi kësaj rruge? Është pyetje shumë e drejtë dhe shumë e vend, sepse më detyron që moralisht paktën të theksoj rolin e qeverisë Nano të vitin 2001 e deri në vitin 2005, kur filloi realisht kazma e parë në ndërtimin e kësaj vepre, sepse ishte qeveria Nano ajo që e pranoi si nisëm qytetare, e konsideroi, bëri studimin e nevojshëm të fizibilitetit dhe konkludoi se ky aks rrugor është tepër i domosdoshëm dhe urgjent, madje urgjent, për të zhbllokuar gjithë pjesën e lindore të Shqipërisë, veçanërisht rajonet e Dibrës, Dibrës Madhe dhe Peshkopisë dhe të Dibrës vogël, që është Dibra kështu. Domethënë këtu vlen ta theksojmë se në kuptimin e vendimarrjes politike ishte qeveria e Fatos Nanos që e pranoi dhe e filloi ndërtimin e këtij projekti. Pastaj pati disa ndërprerje për arsye të lëvizjes të ndryshimeve të qeverisjes dhe përfundimisht rruga e Arbrit që u rifillua me intensitet dhe sot gëzojmë inaugurimin e saj, nisi në 2018. Ndoqëm zotin Uka Mahiri, cili është një prej nismëtarëve në fakt, që prej vitit 2005 ndoshta edhe më herët për rrugën e Arbrit. Tani kam bjetur dhe një pjesë tjetër, që është shumë e rëndësishme që bëhet lidhja me Dibrën e vogël, pra me qytetin e Peshkopisë. Sa kilometra është? Siç e tha pra dhe zoti Uka, rruga e Arbrit është edhe segmenti i pjesës Maqedonisë Veriut ku lidhet komplet korridori 8. Është edhe një segment Maqellar-Dibër që shumë shpejt marrin punimet dhe rruga përfundimisht është e mbaruar. Pra, se nuk është një ndër nismëtarët dhe kryetarët e parë për këtë rrugë, për rrugën e Arbrit. Tani, sot, distanca nga Peshkopia, nga Dibra, deri në Tiranë, sa është? Dhe nga Dibra e Madhe, që është në Maqedoni, pra, të pjesë e Maqedonisë, sa është distanca sot që me hapjen e tunelit Murrizit? Distanca është 70 km, ja edhe 10 km Maqedonia e Veriut doganë e Dibrës Madhe, pra 80 km rrugë, për 1 orë 20 minuta përshkruhet me makinë. Nga ato pamje që ju patë, pra si është dukur, le themi, kjo vepre e tunelit Murrizit, pasi ka pasur shumë probleme për i zvërtetës për shkaqet gjeologjike të cilat dolën rrugës dhe një vepër që i shërben të gjithë shqiptarëve, sidomos atyre të Dibrës Madhe po e po. Vepra pra është madhështore, edhe tuneli, sipas shpjegimeve të profesorit Senit, është ndërtuar në formë tubi, edhe për shkak të probleme që ka pas, probleme argjilore, probleme të tunelit, është ndërtuar në formë tubi edhe nuk do ketë probleme në të ardhmen. Është 3.7 km i gjatë. E qartë.
Mirë, unë të falenderoj Mahir për